Miq, ju përshëndes, ju falenderoj që jeni me ne sot sërish në një episod të ri të Dashuria e Shërben. Kam në studio një mik të mirë që kishte kohë, na kishte munguar. Mirë se hyjej, kam ardhur me shumë qef. Është miku ynë, na vjen nga Bilishti, është pastori Lideon Lilo, faleminderit shumë që je me ne, edhe shpresoj që do të kemi shpesh. Shpresoj dhe unë. Sot jemi bashkë për një seri të veçantë programesh që do fokusohet në atë rolin që kemi ne si kisha e Perëndis në komunitetet ku ai na ka vendosur. Po na trego pak më shumë për kishën tuaj, sa kohë keni ju që shërbeni aty. Na trego pak për dinamikat e qytetit. Kisha Ungjillore e Bilishtit është themeluar në 94-ën, kështu që pak nga pak po i bëhen 32 vjet. Unë vetë jam duke shërbyer aty afërsisht 8 vjet bashkë me time shoqe, edhe jemi gjithashtu të bekuar, të nderuar që kemi një grup drejtuesish që punojmë së bashku, një grup më të gjerë bashkëpunëtorësh, disa që janë me kohë të plot në shërbes, të tjerë që janë me kohë të pjesshme, por edhe më andej një shumicë besimtarësh antar të kishës që janë me zemër për Zotin edhe jashtëzakonisht të hapur për të shërbyer kudo që ka nevojë. Tani është një kishë lokale e një qyteti të vogël në juglindje të Shqipërisë, por është një kishë dinamike me plot jetë. Na trego pak për disa nga shërbesat. Kemi një grup të mirë besimtarësh që jemi shumë të përkushtuar ndaj njëri tjetrit, ndaj Zotit, edhe kemi një jetë shumë të rregullt kur vjen puna tek jeta e kishës. Padyshim që mblidhemi çdo të diel për shërbes, po ashtu kemi edhe grupe të vogla, grupe familjare quajmë ato, që mblidhemi për studime biblike në për shtëpi të ndryshme, por edhe një zemër të madhe për komunitetin aty. Takimet që ne bëjmë si kishë ungjillore në Bilisht me fëmijët, ose me pararinin, ose edhe me gjimnazistët kanë këtë natyrën e ungjillizimit. Nuk janë domosdoshmërisht fëmijë apo para të rinjtë apo gjimnazistë që janë pjesë e kishës ose që janë fëmijët e besimtarëve. Kemi padyshim disa nga këta, por në shumicë është një përpjekje që bëjmë për të arritur brezat që jetojnë në Bilisht me ungjillin e Krishtit. Edhe puna nuk ndalon vetëm tek fëmijët. Përpiqemi gjithashtu që të arrim edhe ata më të rriturit deri tek më të vjetrit. Prandaj tabloja e plot e kishës është kjo që fillojmë madje që nga foshnjat, do thoshte ime shoqe, sepse ajo në mënyrë të veçantë ndihmon nënat në momentet e para të lindjes me ushqimin me gjie dhe kështu me radhë, por janë mënyra se si kisha jon gjendet në komunitet, padyshim për t'u qenë afër njerëzve në atë nevojë që ata kanë të menjëhershme, por përfundimisht dëshirojmë që t'i prezantojmë njerëzit me Krishtin. Prandaj në këtë kuptim kisha është shumë aktive, duke pasur parasysh që jemi e vetmja kishë ungjillore e vllazërisë ungjillore që gjendet në Bilisht, një qytet prej të paktën shifra zyrtare 12.000 banor, po janë 44 fshatra rreth e rrotull. Edhe për shkak se ne gjendemi aty, ndjejmë edhe një lloj përgjegjësie shpirtërore për të gjithë komunitetin. Nëse devolli do të dëgjoj për Krishtin është përmes atyre që e njohin atë tashmë. Edhe ne me përullësi jemi një komunitet njerëzish që e njohim Krishtin, e duam Zotin, duam ta nderojmë atë, edhe ndjejmë këtë përgjegjësinë që do t'ju tregojmë të gjithëve rreth rrotull nesh për Perëndin. Me Bilishtin patjetër, por gjithashtu edhe në përfshatra. Në disa prej cilave kemi shërbesa të paktën në njërin shumë të rregullt, edhe në shumë të tjera me vizita, me lidhje miqësore me njerëzit, duke shfrytzuar çfarëdo lloj mundësie që na jepet për ta bërë Krishtin të njohur.
Është shumë frymëzuese ti dëgjosh në këtë moment. Ne flasim shumë në Shqipëri, dëgjojmë shumë në lidhje me shpopullimin e qyteteve të vogla të vendit. Si ndikon kjo punën tuaj, apo si e ka ndikuar punën tuaj? Padyshim që kjo ndodh në Bilisht, është e lehtë për tu dalluar. Të paktën mbarove gjimnazin, do të shkosh në shkollë të lartë edhe në këtë mënyrë fillon largimi, por gjithashtu ndodh edhe largimi për arsye ekonomike, njerëz që në mënyrë sezonale shkojnë edhe punojnë në Greqinë fqinj ose në vende të tjera, por ka edhe nga ata që themi në mënyrë të përhershme largohen nga qyteti. Edhe qytetet e vogla padyshim që e përjetojnë këtë edhe duket. Mund ta shikosh edhe te kisha, brezat e rinj që rriten aty me të mbaruar gjimnazin largohen, por realisht megjithse kjo zemra e gjyshit, nëse mund të them kështu, është që ti kesh gjithë njerëzit aty në shtëpinë tënde, nuk kemi nevojë që të jetoj me atë mentalitet. Nëse të rinj tan largohen nga Bilishti edhe janë duke ndjekur Zotin aty ku shkojnë, në Tiranë apo edhe jashtë Shqipërisë, kjo është ajo që na kënaq. Dhe pastaj sa herë ndodh që kthehen, është një gëzim i madh që i shikojmë edhe dëgjojmë për ecjen e tyre me Perëndin. Tani nga ana egoiste mund të themi që po, na mungojnë, po t'i kishim, mund të bënim punë më shumë, mund të ishim përfshira në mënyra nga më të tjerat, por kjo është jetën e njeriut e ka Zoti në dorë, edhe ne shpresojmë që kushdo është duke ndjekur Krishtin atje ku është, e nëse Perëndia e thret ndonjërin, sikurse ka ndodhur në jetët e shumë, që të vinë edhe të shërbejnë edhe të jetojnë në Bilisht, aty ka vend. Sikurse jam shprehur, jemi komuniteti që e ndjejmë përgjegjësinë për ta bërë Krishtin të njohur jo vetëm në qytet, por edhe në ato 44 fshatra që ka krajina e Devollit. Sot do doja që të flisnim për një nga shërbesat tuaja, që ka qenë fokusuar tek personat me aftësi ndryshe, por që kanë disa nevoja të veçanta që nuk i ka shumica prej nesh. E do doja të flisim pak më gjatë për këtë. Si ka nisur kjo shërbes? Është interesante si histori, ndoshta piknisja është duke ju treguar si e mendojmë, si e kuptojmë ne veten tonë si kisha ungjillore në Bilisht. Çka jemi dhe pse jemi aty. Edhe kur ja kemi bërë vetes këtë pyetje, kemi thënë që ose e pyetur ndryshe, cila është busulla jonë e jetës tonë, në çfarë drejtimi po ecim, çfarë po bëjmë. Edhe busulla jonë ka këto drejtime. Së pari, ne si besimtar në Bilisht jemi të përkushtuar ndaj mësimit të apostujve dhe të Zotit Krisht, që do të thotë i besojmë të gjithë asaj që thot Shkrimi i Shenjtë. Gjithë Shkrimi i Shenjtë është i frymëzuar nga Perëndia edhe është i dobishëm për jetën tonë me perëndishmëri. Pastaj përkushtimi ynë i dytë është bashkësia me njëri tjetrin, sikurse na thot Shkrimi që të mos heqim dorë nga të mbledhurit bashk. Jo vetëm në kuptimin e të pasurit të disa takimeve apo të shërbesës, por duke e kuptuar veten si gjymtyr të Krishtit, ne kemi nevojë që të funksionojmë si të tillë, të jemi trupi i tij, të jemi bashk, edhe pastaj prej kësaj të shërbejmë. Dhe ato polet e tjera të busullës tonë janë pikërisht këto që ne besojmë tek mbretërimi i Krishtit në çdo aspekt të jetës, që përfshin edhe këtë që u shpreha pak më përpara. Kemi dëshirë ta bëjmë Krishtin të njohur kudo në atë vend ku Zoti na ka vendosur. Edhe e fundit është çfarëdo lloj shërbese dhe mshurie ose solidariteti me komunitetin edhe me njerëzit brenda kishës. Edhe ajo shërbesë që po bëjmë me personat me nevojat posaçme lidhet pikërisht me këtë pol të busullës tonë, me të qenit solidar edhe me të shërbyerit me dhemshuri. Edhe në mënyrë specifike shërbesa që jemi duke bërë me fëmijët edhe familjet me nevojat posaçme, që faktikisht e kemi quajtur ilirët,
në të gjitha kuptimet e mundshme, si shqiptar, i lirë, por gjithashtu edhe si njerëz që pavarësisht nevojave të tyre, duam që të jetojnë plotësisht në liri, në të gjitha dimensionet. Dhe kur vjen puna tek pikërisht tek kjo shërbes që lidhet me dëmshurinë, nuk është se kemi mbërritur aty me një herë, sikur ta kemi bërë një plan edhe ta kemi realizuar. Por, nga që zemra e kishës edhe qëndrimi ynë i përgjithshëm është që të shikojmë nevojat në komunitet, si mund të tregojmë solidar, si mund të shërbejmë edhe dëmshuri në komunitetin ton, kemi qenë gjithkohën të hapur ndaj asaj që Zoti mund na sillte në prag edhe që ne të përgjigjeshim. Tani, si ka qenë shprehur kjo shërbes dëmshurie tradicionalisht në kishën e Bilishtit, ka qenë përmes vizitave në familje në nevojë, kemi pasur mundësi që t'ju përgjigjemi ndonjëherë me ato çka Zoti ka siguruar për ne me ushqime dhe gjëra të tilla, edhe i kemi ndihmuar njerëzit në hallin e tyre të menjëhershëm. Por gjithmonë kemi bërë këtë pyetje, çka tjetër? Edhe mënyra se si e mendoj unë këtë është që Zoti na ka zgjeruar zemrën. Edhe si ka filluar kjo është që nga që kemi këtë qëndrimin për të identifikuar nevojat në komunitetin ton, kur dëgjuam për një seminar që po zhvillohej nga një shërbes që quhet Guidelight për si të përkrash fëmijët apo familjet me nevojat posaçme, ne tham, po shkojmë të mësojmë. Në atë moment nuk ishim asnjë lloj përqasje, asnjë lloj shërbese ndaj kësaj kategorie njerëzish, por ishim të hapur për të mësuar. Dhe kanë shkuar atje vetëm një pjesë e grupit drejtues dhe bashkëpunëtorëve që kemi te kisha ungjillore. Edhe aty u duk që jo vetëm që kishim interes, por që kjo ishte një mundësi se si ne mund të ndikonim në komunitetin ton. Edhe hapi tjetër ishte, disa prej nesh kanë dëgjuar për këtë, por sikur ta sjellim edhe ta bëjmë këtë bisedë me një grup më të madh njerëzish në kishë. Edhe kështu kemi vepruar, pas ca kohe, pasi ishim ekspozuar ndaj shërbesës Guidelight, i ftuam ata për të ardhur te kisha jon, edhe e hapëm bisedën me një grup më të madh njerëzish, me ata që kishin dëshirë nga kisha jon. Edhe pikërisht aty, biseda ishte një lloj trajnimi për mënyrën se si mundet kujdeseshim për këtë kategori njerëzish. Dhe pikërisht aty u dallua zemra jo vetëm me drejtuesve të kishës edhe bashkëpunëtorëve, por edhe përtej bashkëpunëtorëve. E shumë njerëzve në kishën tonë, disa prej të cilëve janë vetë duke u kujdesur si nëna apo si baballar për fëmijë që kanë nevojat posaçme. Edhe ishte pikërisht kjo që na ndihmoi të zgjeronim zemrën tonë edhe pak më tepër për të thënë, le të shkojmë tani në komunitetin tonë edhe të identifikojmë këtë nevojë që lidhet me fëmijët apo me familjet që kujdesen për një person me nevoja të posaçme. Madje kërkonim ose do të filluam që të kërkonim, po edhe përpara kësaj, nga që kemi qenë gjithmonë të përfshirë me komunitetin, nuk është se nuk dinim absolutisht asnjë gjë, vetëm thjesht ta shpreh kështu, syt nuk na ishin hapur për ta identifikuar këtë si një shërbes. Se për shembull, më kujtohet kur është bërë një ngjarje Night to Shine në Ersek tek kampi udhkryq atje i pishtarmbajtësve, ne edhe për shkak të marrëdhënieve shumë të mira që kemi me Bashkinë e Bilishtit, me qeverinë lokale, kemi biseduar me ta për na ndihmuar ata të kuptojmë se si është situata në zonën tonë, në gjithë Devollin kur vjen puna tek personat me nevojat posaçme. Edhe kemi marrë informacion prej tyre, edhe i kemi ftuar të gjithë ata që kanë pasur dëshirë dhe mundësi për të shkuar tek Night to Shine. Edhe kjo na ka ndihmuar si një hap tjetër për të lidhur pak më ngushtë me këto familje. Dhe tani dua të bëj lidhjen që e kemi pasur një kontakt me familjet, me persona me aftësi ndryshe apo me nevojat posaçme. Zoti ishte duke zgjeruar zemrën tonë për thënë që ju duhet bëni diçka më shumë, edhe kjo
bisedë me Guidelight na ndihmoi për këtë. Edhe mbërritëm në momentin që tham, okay, po i ftojmë këto kontakte që kemi nga komuniteti ynë për të ardhur në unë dua ta quaj ngjarje, një vend ku faktikisht është salla e kishës tonë. Ku janë të ftuar fëmijët me nevojat posaçme, një herë në javë, edhe tani kjo ka gati një vit e gjysmë që ndodh, për të ardhur në një vend që ka përbazë të programit ushtrimet gjimnastikore. Tani kuptohet, jo në nivele olimpike, as që diskutohet kjo, por në nivelet e tilla që i ndihmon fëmijët nga ana motorike të jenë të angazhuar me diçka. Prindrit e tyre janë të ftuar gjithashtu. Tani ne kemi vullnetarët tanë nga kisha. Prandaj them që Zoti e ka zgjeruar zemrën jo vetëm thjesht tek disa, po ka kaq shumë që janë të angazhuar me këtë punë. Edhe ajo që ndodh aty është shumë e bukur, në kuptimin që kemi biseda me prindrit, si për t'i përkrahur ata në Se është e vështirë për një prind. Është sfidë e madhe. Sidomos nëse njëri është kujdestar i fëmijës në varësi dhe të problemit që ka. Është e jashtëzakonshme. Po. E gjithë familja është ndikuar. Prandaj është një moment ku ne mundet të tregojmë dëmshuri edhe përkraje më shumë ndaj prindërve, ndërkohë që fëmijët e tyre janë duke u argëtuar edhe duke luajtur, por është shumë e qartë që është prej fillimit që familjet nga komuniteti janë të ftuar në kishën ungjillore. Nuk ka ndonjë sekret për këtë. Tani ne nuk po ua bëjmë hile, nëse mund të shprehem kështu, që janë te kisha për të bërë këtë program se ne pastaj duam që t'ju tregojmë për ungjillin, por nga që është e rëndësishme për ne tërësia e njerëzit, ndërsa kujdesemi për mirëqenien e tyre fizike, duam të kujdesemi edhe për mirëqenien e tyre shpirtërore. Prandaj në këtë kuptim ata nuk kanë nevojë që të me patjetër të jenë pjesë e kishës, që të marrin pjesë tek programi, pavarësisht se edhe në këtë drejtim ne kemi parë rezultate dhe fryt, pa asnjë lloj shtrëngese. Interesi ynë i parë është që të tregojmë dashurinë e Zotit ndaj tyre, të tregojmë dëmshurinë e Perëndis për situatat e tyre dhe në këtë kontekst të shikojmë pastaj që ata që e përjetojnë dashurinë e Zotit të vinë edhe në njohjen e tij. Edhe nëse mund ta mbyll këtë mendim duke thënë që është një situatë me fitime nga të dy kahat, edhe për familjet që kanë mundësi për të përjetuar një gjë ndryshe, duke imagjinuar se sa ti pak pushim, ndoshta kryesisht për prindrit ndër të tjerë të familjes. Duke imagjinuar, duke e ditur faktikisht, s'kemi nevojë ta imagjinojmë sa të izoluar janë ndonjëherë familje të tilla, dhe tani vinë në një vend ku ju shërbehet edhe ka gjallëri. E di që është vetëm një moment i shkurtër në jetën e tyre, por edhe nga ajo që dëgjojmë prej tyre është me jashtëzakonisht shumë vlerë. Nëse mund ta tregoj këtë një histori. Po na tregoj një histori të këshillë. Në një moment pasi shërbesa ishte stabilizuar, ajo çka u duk si e dobishme për të bërë është që t'i merrnim këta fëmijë, janë rreth 12 maksimumi 15 familje që marrin pjesë në këtë përqasje, ta quaj kështu. Edhe i ftuam familjet, prindrit bashkë me fëmijët që të shkonin për një fundjavë në kampi Udhkryq në Ersek. Edhe kanë reaguar me jashtëzakonisht shumë dëshirë, pavarësisht vështirësive që përfshin e gjitha kjo. Por pse ka qenë e bukur është se për shembull kemi dëgjuar nga nëna që kanë thënë kjo ka qenë hera e parë për një kohë shumë të gjatë që dikush më ka shërbyer në tavolinë ushqimi, në vend që të kenë qenë ato që shërbenin, që janë duke e bërë realisht në shtëpitë e tyre, mbajnë një barë të jashtëzakonshme. Tani një lehtësim, një shenjë e dashurisë së Zotit për jetën e tyre. Nga ana tjetër, ndoshta nuk i kanë parë kur fëmijët që të përmbushin ndonjë sfidë, qoftë edhe fizike, përtej këtyre gjërave normale që të shkojnë nga një vend në një vend tjetër. Tek kampi në Ersek ka kulla alpinizmi, ka lojra nga më të ndryshmet, edhe të shikoje prindrit që
të shikonin fëmijët e tyre duke realizuar ca sfida që ata nuk I kanë imagjinuar kur. Madje ka pasur një lloj rezistence në fillim, që po jo se fëmia im nuk e bën dot, edhe kështu me radhë, po thjesht nxitja, edhe kur e kanë parë fëmijën që ta realizoi ngjitjen në kull apo rrëshqitjen në zipline apo kalimin në urë edhe kështu me radhë, vetëm të shikoje buzëqeshjen, duartrokitjet, gëzimin e shpirtit në edhe zemrës së prindërve. Është në vetvete një frut që duhet edhe e kërkon në raste të tilla. Prandaj na ka ndihmuar që të lidhemi fort me ta, edhe ata që të besojnë për veten e tyre, edhe për fëmijët e tyre pak më shumë. Është me vërtet shumë inkurajuese, jam shumë e gëzuar që jeni, sepse shikohet dhe si sfidë për shkak të nevojave tyre të veçanta dhe sepse ne në kulturën tonë nuk e kemi këtë përfshirjen. Ndonjëherë shikojmë dhe me frikë. Kështu që jam shumë e gëzuar që ju e keni marrë këtë hap. Janë të gjitha këto, edhe sikurse u shpreha, nuk është se ne e dinim se çfarë po bënim. Ajo që dinim që po bënim ishte që Zoti po e zgjeronte zemrën tonë ndaj këtij komuniteti, edhe nuk mund të rinim dot pa reaguar. Tani jemi trajnuar, edhe jemi mësuar se çfarë të bëjmë. E pranojmë që nuk është se jemi duke bërë ndonjë gjë në nivele të larta profesionale kur vjen puna tek përkujdesja, por nga ana tjetër edhe Zoti ka siguruar, është një fizioterapiste që jeton në Korçë, ajo gjithmonë vjen në Bilisht kur kemi këtë program edhe ndihmon disa fëmijë të caktuar në nevojën e tyre. Prandaj në mënyra nga më të ndryshme Zoti ka furnizuar, na ka aftësuar për ta bërë këtë. Për mua kënaqësia e veçantë është të shikoj angazhimin e besimtarëve të kishës. Kjo do ishte pyetja ime, që si ke arritur ti motivosh, sepse një gjë që dëgjoj shumë shpesh është që është vështirë të motivosh njerëzit në kohët e sotme për të qenë vullnetar, flas për besimtarët në këtë moment. Po ka ndodhur, si e keni bërë ju? Ka ndodhur në këtë mënyrë, ne nuk ju kemi kërkuar atyre që të bëjnë ndonjë gjë. Tani duket sikur po shkoj kundër asaj që do të them. Ne I kemi ftuar në një bisedë që ka qenë pikërisht kjo me shërbesën Guidelight, që të ekspozoheshin. Edhe unë pastaj besoj, dhe kështu besojmë edhe si grup drejtues, që Zoti është ai që do ta zgjerojë zemrën tonë për gjërat që dëshiron të bëj. Dhe ka qenë reagimi I besimtarëve vetë përmes trajnimeve, përmes identifikimit të nevojave dhe kështu me radhë, që kanë thënë, po, kjo është diçka të cilën ne mund ta përkrajmë. Tani, kjo nuk do thotë që ne kemi hequr krejtësisht dorë edhe nuk I kemi motivuar njerëzit ose nuk jemi trajnuar, por e kemi bërë bashk. Nuk ka qenë që dikush ka ditur më shumë apo ka ditur më mirë, edhe ka thënë, hajde me mua që ta bëjmë këtë, por së bashku jemi ekspozuar, kemi mësuar më tepër se si mund t'i përqasemi kësaj, edhe besimtarët kanë qenë të gatshëm. Madje ndoshta e kam thënë disa herë tani, për mua kjo është kënaqësia më e madhe në këtë mes. Tingëllon egoiste se nuk jemi aty për kënaqësinë tonë, jemi për të shërbyer. Por që të shikosh besimtarët që të jenë të angazhuar, është një gëzim I jashtëzakonshëm që ata vetë ta përjetojnë, ta ndjejnë këtë prej Perëndisë si një gjë të dobishme që mund të bëjnë me komunitetin. Tani patjetër. Duket sikur ju keni njerëzit më të veçantë tek kisha juaj. Tani zemra jon e njeriut është e tillë që nëse I dorëzohesh Perëndisë, ai ka për të bërë gjëra përmes teje. Edhe ne nuk është se kemi ndonjë pritje më pak ndaj komunitetit tonë. Pa I veçuar që këta janë kështu se janë udhëheqës edhe këta tjerët janë kështu sepse janë si rëndom themi besimtar të thjeshtë. Nuk e di që të ketë besimtar të thjeshtë. Nëse je në Krishtin, kudo qofsh, ai e ka një shërbes për ty. Tani mund mos jetë kjo që bëj unë si pastor, mund mos jetë ajo që bën dikush tjetër si një ungjilltar në fshat. Por kudo që je, mësues apo polic, doktor, çfarëdo lloj detyre që ke,
po je në Krishtin, ke një përgjegjësi atje. Edhe mendoj që kjo është ajo çka predikohet, mësohet në kish, edhe kur mësohet zemra e besimtarit me atë që fjala na kërkon që të jemi kontribues më shumë se sa konsumator në kish, do ta shikosh në mënyra nga më të ndryshme se si besimtarët reagojnë. Në atë kuptim kjo i bën të veçantë, po jo për shkak të ndonjë merite, por më tepër për shkak të Zotit në ne, kur qëndrojmë me Perëndin të rrënjosur në të, çfarë mund të presësh vetë se që të jesh i frytshëm. Edhe kjo është vetëm një nga mënyrat se si e dallojmë këtë në komunitetin ton. Edhe për ta thënë kështu, nuk jemi të përsosur. Ka shumë zona në cilat ne kemi akoma nevojë që të vazhdojmë edhe të rritemi. Madje edhe për këtë që them, unë nuk e di nëse kemi arritur në fund. Nuk e di çfarë tjetër Zoti dëshiron që të bëj përmes nesh. Për momentin që flasim, kemi mbërritur deri këtu. Se çka do të bëj ai më andej, ne vetëm thjesht qëndrojmë kështu, të maknitur edhe në pritje në Zotin, edhe të shohim çfarë do të bëj. Faleminderit shumë për këtë bisedë, faleminderit që ndat zemrën tuaj dhe ishte tamam si një dritare që të tjerë të shikojnë më shumë dhe të mësojnë më shumë për punën e Perëndisë në qytetin tuaj. Na pyesin ndonjëherë njerëzit për këtë që si të bëjmë edhe ne, edhe unë nuk mund të garantoj dot se çfarë ka Zoti për individ apo kisha të tjera, por e di që kjo është një punë që Perëndia është duke e bërë përmes kishës së tij në Shqipëri, ndoshta këto vitet e fundit më shumë se sa më përpara. Edhe nëse edhe kjo bisedë ngacmon ndonjë për të thënë a ka Zoti ndonjë plan për mua apo për kishën tonë që të bëjmë ndonjë shërbes të tillë, unë do thoshja i kurios, vazhdo të pyesësh, të kërkosh Zotin, edhe pastaj ndoshta nise kaq thjesht sa që kemi nisur ne. Duke mos e ditur se ku do mbërinim, ishim të hapur që të mësonim më shumë, të identifikonim këto nevojat rreth rrotull nesh, të shikonim që zemra e kishës u zmadhua në këtë drejtim, kishim kaq shumë njerëz që thanë po, duam që ta bëjmë këtë punë, edhe pastaj i përvishesh punës, edhe Zoti është ai që drejton edhe udhëheq. Nëse jemi të hapur ndaj tij, jam i sigurt që ai do ta bëjë të qartë për gjithë secilin prej nesh. Jo kaq shumë si një ndjenjë detyrimi, por më shumë si një bindje ndaj asaj që Perëndia dëshiron që të bëj. Dhe unë mund të them me siguri këtë, që Zoti është shumë i mirë me ne shqiptarët, ka treguar favor të jashtëzakonshëm. Absolutisht. Prandaj edhe absolutisht pa merituar. Edhe nëse kemi mundësi që të bëjmë ndonjë gjë për mbretërinë e Perëndisë në këtë vend ku Perëndia na ka vendosur, sfida për ne si besimtarë në Shqipëri është që për shkak se Zoti është kaq i favorshëm me ne, le të jemi të vëmendshëm ndaj gjërave që ai dëshiron të bëjë përmes kishës së tij. Wow, ishte mesazhi më i bukur për ta mbyllur programin ton për sot. Shumë faleminderit për bisedën. Edhe inkurajoj gjithë juve që na ndiqni në këtë moment të luteni për punën e Perëndisë dhe për dritën e Zotit në Bilisht, meqense sot dëgjuat më shumë për këtë, edhe të pyesni Perëndin, mbase Zoti ka një plan për ju që të bëni edhe aty ku Zoti ju ka thirrur, ndoshta të njëjtën gjë ose diçka tjetër, atë që Perëndia dëshiron, e rëndësishme është që të ecin në bindje. Shumë faleminderit dhe me zepres do kemi biseda të tjera. Faleminderit për ftesën, ishte shumë kënaqësi. Mirë dëgjofshim të gjithë ju që na ndoqët sot.